fëmijët e tyre shkojnë në për shkolla shumë të shtrejta private, këta bojnë udhëtime çdo ditë, kur kanë probleme shëndetësore, këta u drejtojnë spitaleve private, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë Kosovën, në Turqi, në Gjermani, në Francë. Kur një deputet, një politikan, nuk ka asnjë hall, asnjë problem, si do ta zgjidh ky njeri hallin e fëmijët tanë ose fëmijët të që ne i çojmë shkolla normale, që ne kur shkojmë me prit në një shtëpi të shëndetit ose në një spital janë radhë pafund. Do thot, mjafton ti të shkosh në Prishtinë, në Tiranë, në për shkolla të shish fëmijët pa nxemje qendrore me ato libra nga 10-15 kg mbi kurrizin e tyre, mjafton me pa degradimin e qytetit, rrugë cop-cop. Këto janë problemet reale të cilat i ndeshim unë ti qytetari normal. Nuk i ndeshin as kolegët tonë, disa kolegë që nuk janë gazetarë, por realisht janë biznismen, që e kanë kthy gazetarin ka vite në biznes, dhe deputet mos flasim pastaj për pozitën që është akoma ma keq, por kjo pozit po arrin me qëndru në pushtet pal opozitës që nuk dallon asgjë nga pozita. Pasur njësoj, hajduta njësoj, si pozita si opozita. Merren me probleme banale njësoj si pozita si opozita. Dhe kjo është e dhimbshme për qytetarin e Republikës të Kosovës, po edhe atë të Shqipërisë. Po shihni, ndodh, më fal se lidhet me temën cilën po e bisedojmë. Isha para disa ditëve në Puk, u shpall qytetar deri një bashkëdhetar cilin ti e njeh shumë mirë, Gjon Berisha në Hamburg, një Alamet Burri, Mbeso që gjitha ta fëmijë e të gjithë ne që kemi qenë në sallën e kulturës, jemi çmend nga temperaturat e ulta, nga ai ftoft aq i madh, domethënë ishte Gzimnika, ishte profesoresha Rudina Ciko, plot personalitete prej Amerike që kishin ardhur, edhe kur dola unë ma dhanë fjallën, thash, hej, zoti madh, një minister në Tiranë mjafton mos me vjedh vetëm një ditë, edhe kishte bon një sallë të tërë komplet tre në Puk. Por nuk reagojmë ne, për fatin e keq, s'ka reagim. Këtu në Prishtinë, në që se ke po lajmet e fundit, është shtem një rrugë komplet, si kur me i pasëron ai bomba amerikane, me ardhë këtu duket vetja që je dikun në rrugë të Teheranit. Nuk ka reagim qytetarëve, kemi vjedhje të mërshme të energjisë elektrike. Ato orët digjitale, tani më është vërtetu, ne ja kemi shit kënej shpërndarësin energjisë turqve, si zakonisht, do më thonë aeroportin e kemi shit të turqit, shpërndarësin KEDS që i thejme ne e kemi shit të turqit, dhe në ato orët digitale, si pas informacioneve të mija, ban ato rritjet marramense të shpenzimeve të energjisë përmes kompjuterit jo në Prishtinë, por ban nga Turqia. Dhe është konstatu, kemi bon një hulumtim, është publiku hulumtimi dhe nuk kemi asnjë reagim qytetar. Kjo është fatkesi në fakt, edhe për ne edhe për ju që qytetarët vetëm presin, edhe kur reagojnë vetëm presin që t'i thrasin partit politike, jo për hallet e tyre. Edhe i pyetjet fundit kam, Milaim, zgjedhjet, sa e zgjidhin këtë ngërsh që po zgjat prej më shumë se një viti tashmë në Kosovë dhe cili mund të jetë roli apo çfarë peshë mund të ketë zonja Osmani, e cila ka deklaruar që tashmë do t'i futet hapur politikës. Unë besoj fuqishëm që zonja Osmani duke e ndjerë sidomos tek diaspora ka pas një famë të jashtëzakonshme, një autoritet shumë të madh tek diaspora,
dhe besoj fuqishëm që zonja Osmani minimalisht do ta dëmtoj Albin Kurtin me 15 deri 20% votave. Kështu që zgjedhjet e ardhshme besoj që do të prodhojnë një qeveri të re pa kryeministër Albin Kurtin. Beso Esmeralda që unë nuk kam asnjë inat politik, se dëgjova analizën time, do thotë si pozit, si opozit, por në aspektin ekonomik, kur Kosova nuk ka qenë ma keq. Ky njeri për 5 vite, duke qenë një puro komunist, duke udhëheq Kosovën me ideologji marksiste, leniniste, komuniste, me piksynimin e tij se çdo shqiptar duhet të jetë fukara, e ka fut Kosovën në një varfëri të jashtëzakonshme. Albin Kurti për 5 vite nuk e ka përfundu asnjë projekt i cili do të mund të përmendej nga një analist, ose nga një gazetar, ose nga një simpatizant i Albin Kurtit. Të lutem, kur të kesh në studio ose në lidhje ndonjë përkras të kësaj qeverie dhe të Albin Kurtit, vetëm këtë pyetje do doja ta bëja. Ma thuaj një projekt konkret për 5 vite që e ka realizu Albin Kurti. Asnjë autostrada Prishtinë-Gjilan nuk ka përfunduar.